Agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit nuk mundën të arrestonin Ergjys Agasin, nga që ai ishte larguar jashtë Shqipërisë para se të prangosej, dyshuar se u njoftua nga zyrtar të policisë, BK-s, SPAK-ut apo gjykatës së posaçme që kishin djeni për urdhër arrestin. Gjatë kërkimit për Ergjys Agasin në vilën e tij, agjentët e BK zbuluan një qilar me shishe verërash të shtrenjta, prodhime shumëvjeçare dhe papull fiskale, që sipas aktvlerësimit kalonin vlerën totale 1 milion euro. Në zbatim të ligjit për kontrabandon, Byroja Kombëtare e Hetimit dhe SPAK bllokuan shishet e verërave dhe në bashkëpunim me hetimin doganor dhe policin i vunë ruajtje 24 orëshe deri në sekuestrim dhe transferim të tyre në mjedise doganore. Por të nesërmen kur shkuan të i sekuestronin, shishet e verërave ishin e hequr nga Eno Agasi, nga që drejtuesit e policisë dhe të doganave i lanë terren të lirë, duke urdhëruar largimin e rojeve policore dhe hetuesit doganor nga vila. 2 muaj pas këtij skandali, SPAK dhe BKH kanë rifilluar hetimin si çështje të veçantë penale për zbuluar ata drejtues policie që urdhëruan largimin e trupës roje nga qilari i verërave të Ergjys Agasit. Sipas informacionit të ardhur në pamfleti, ka burime brenda Byros Kombëtare të Hetimit, procesi hetimor ka nisur për verifikimin e veprimeve dhe mos veprimeve të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit dhe zinxhirit të strukturës zbatuese, nga drejtuesit e komisariatit që mbulon territorin ku ndodhet vila e Ergjys Agasit e deri tek policët e rojet pranë saj. Po kështu, hetime të njëjtin objekt ka filluar edhe për zinxhirin drejtuese zbatues të doganave, për zbuluar ata që kanë urdhëruar largimin e hetuesve doganor nga shërbimi i rojes në vilën e Ergjys Agasit, duke i lënë terren të lirë Eno Agasit për të larguar verërat e sekuestruara. Thuhet se në hetim janë marrë dhe zyrtar të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, të cilët nuk kanë zbatuar detyrimin ligjor dhe as bashkëpunimin me SPAK-un për të hetuar ata zyrtar të policisë që urdhëruan largimin e forcave policore nga vila e Agasit. Në funksion të hetimit, SPAK ka marrë të gjithë dokumentat e procedurës së kontrollit të vilës, sasisë së verërave, filmimet, akt vlerësimi numerik e financiar të tyre, personat përgjegjës për procedurën, urdhrat dhe emrat e policëve e hetuesve doganor, të ngarkuar me shërbim për garantimin e paprekshmërisë së objektit të bllokuar dhe provës së krimit. Nuk do të jetë çudinë që gjurmët e hetimit për zbuluar se cilët urdhëruan largimin e policisë dhe hetuesve doganor për të lejuar heqjen e verërave nga qilari, ka çojnë SPAK-un te kryeministri Edi Rama, shefi i koordinatorit Ergjys Agasi.